Mirë më dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 16, muaj është i 6, viti 2026, sa interesant, krejt 6. Numrat e shitanit, Jo. Ka dhe njerë, mirë se erdhët në podcastin Mesut Shabani, këtu në Tetov me Mesut Shabani. Dhe, Tetov është nëna e vakive. Çdo gjë ka filluar këtu dhe çdo gjë do të përfundojë këtu. Por, në ndërkohë, ka shëtitur interesi partive politike që Tetova të mos jetë ajo që duhet të jetë. Pra, ajo që është përcaktuar si zonë më e rëndësishme edhe kulturore, edhe politike, edhe ekonomike, edhe financiare këtu në Maqedoninë ndërshqiptare. Por nuk u bë. Fajti ka BDI, nga viti 2001, atje dolën disa njerëz të cilët u treguan shumë larg pamës në thojza dhe thanë, do i fillojnë një kohë të gjitha qytetet komanova shtrugën, shpërndanë Universitetin e Tetovës, shpërndanë shumë çka dhe kur gjë nuk u bë. Kur gjë nuk u bë. Vetëm që atë që thoshte Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Tetova të mos jetë ajo që duhet ta ketë fjalën kryesore në politikë bërë shqiptare, por realizohet. Tash falë dhe vleni. BDI po se pa e bëri të vetë. Dhe, e dini pse them se bëri BDI të vetë. Një zonë industriale, kur shkoni nga Tetova në Shkup, pra i bie komunës së Tetovës. Tetovë thënë të Vishni. Dhe, do shifni atë ka qenë dikur kombinati. Do shifni ajo ka qenë këtë nacionalizuar. Do shifni në anën e djathtë se si ri i zhvrazët dhe vetëm që nuk qanë. Por, kush i ka fajti ka BDI, e cila në vend që t'japje një konsorcium së kohët të Turqisë, e prishën tenderimin dhe ja dhanë një biznesmenin thojza nga shtetet e huaja, ai ishte nga Tetova. Dhe kur gjë nuk u bë. Një fabrikë se erdhi dhe asgjë tjetër. Kërkush tjetër. Bile, brenda u planifikohet sepse ashtu është rregulla që të ketë edhe dogan. Fabrikat të cilët prodhojnë të bëjnë me njëherë doganime. Nuk u bë. U tërhoq investitori, një firmë nga Shkupi. Firmë mjaft e njohur prodhuese e stabilishmente kështu me radhë. Njerëz mjaft të sinqertë. Por, në hapjen e së fabrikës kam qenë prezent. Dhe gjithë ditën e lume, nga ora 14:30, si gazetari, në atë diell jemi tharë, duke pritur që të vi Nikola Gruevski të bëjë promovimin hapjen e saj. Dhe a dini çfarë ndodhi? Nikola Gruevski rreth orës 17:30, BDI ishin veshur si nusa. Ali Ahmeti me tesha që thush rinë të pegullat me kështu për një. Musa Xhaferi me këpucë të shtrejtë. Komplet establishmenti i BDI-s shtyheshin kush të utarifi ishte veshur asë kohë me fustan të gjelbërt një, prodhimi fort, të thonin të fort, nuk ishte për atyre të hollave, e kështu me radhë. Dhe kur erdhi Nikola Gruevski rreth orës 17 e disa minuta, ta kritur renditën duke menduar se këta do marrën fjalën e parë. Dhe mori Nikola Gruevski dhe tha, janë të gjithë këto në video, ka qeveria. Hyni kërkoni. Nuk deshta sot ta kërkoj se është vërtet lodhje, do të ndëgjoj shumë material. Dhe, mirë po kam qenë prezent, atë që kam qenë prezent nuk ka birnone që më kthen prapë. Dhe, do flas, do llamatis, do amut. Pra, Nikola Gruevski tha, këtë projekt e ka pru Veli Samak. Dhe këta mbetën me gishtangoj. Me sekretit delte dhe njani, Artan Grubi ishte shef kabineti asë kohë, dhe delte Musa Gjërtate. Fale angazhimit të palodhshëm të kryetarit të partisë, Ali Ahmeti dhe këne ndej, ai u anguliti muhabete. Këtë fabrikë të e ka sjell Veli Samak. Ishte në asë kohë, më duket se ministër profesor për sjellje të investimeve të huaj. Prafërsisht kështu. Dhe këta mbetën. Edhe mbet me aq. Pastaj në ndërkohë, unë jam tallur në për shumë shkrime edhe të telegrame.mk, por edhe në radio, duke thënë, më mirë ta bëjmë zonë industriale me doganim kargo, siç është në Shtip. Është vendi madh, dikur Tetova ndërmjet Zhërëvjanit dhe Tetovës ka pasur një mini aeroport ushtarak për italianët. Dhe kam thënë edhe po e them prapë, ose varres masive, ose të vetura, ose të njerëzve, parën parët kishin gjë. Por, fatikisht qeveria së kohë, shumica e këtyre që erdhën në pushtetin do i kontrollojmë të gjitha zonat industriale, a është punuar në rregull. Dhe pse në zonën industriale këtu në Tetov nuk u ndal asnjëherë Mickovski apo Nikolovski? Të shohin, ai ka plotësuar kërkesat e kontratës koncesioneri, duket se ka marrë për 30 vite. Ai ka plotësuar. Nëse s'ka plotësuar, dënime, sepse shteti është dëmtuar,
për tatime, prodhime, kështu më gjëra, sepse nga prodhimet pastaj vjelen tatimet. Shteti për tatimeve jeton dhe nëse ka përgjegjësi penale edhe penalisht të shkoj. Ti merret pasuri e kështu me radhë, atij që mirë, po nuk u prek asnjë fjalë. Dhe tash, sot ka ndalë dhe lavdërohet. Edhe ministri i ekonomisë Besar Durmishi nga radhat e Vlenit, edhe kryeministri Mickovski. Mirë, po harrojnë se ata vetë e pranojnë. Ky është një financim nga Turqia, Automotive Group. Po pra, ta vetë të thunë. Kompania multinacionale Kavo Automotive, e specializuar për prodhimin e sistemeve të sigurisë dhe komponenteve për industrinë automobilistike, ka paralajmëruar, jo që e ka investuar, po ka paralajmëruar investim të ri në zonën zhvillimore teknologjike industriale në Tetov. Sipas informacioneve të prezantuara nga kryeministri Kristian Mickovski, kompania planifikon të transferojë në Tetov një pjesë të prodhimit që aktualisht realizohet në Turqi dhe Slovaki. Sipas planeve të kompanisë, investimet të realizohet në fazë të përfunduar me shfrytëzimin e një objekti ekzistues për 8.000 m2, ndërsa kapaciteti parashikohet të zgjeron deri në 21.000 m2 deri në vitin 2028. Pra, thjesht ende nuk ka asgjë konkrete, por është biseduar dhe shprehur dëshirë. Pra, çdo gjë në letër. Por nuk është as merit e Mickovskit se ai zëdhënësi i qeverisë me gjuhën maqedonase i avut gjithë profesor doktor, nuk është i ekonomisë. Është i financave apo diçka tjetër, nuk është i ekonomisë. Ekonomisë do të jetë Besar Durmishi. Por fal angazhimit të qaqeve të ndryshme në Turqi, me urdhër të kryetarit të Turqisë Erdogan, është bërë ky realizim. Mendoj është planifikuar që të realizohet. Pra, ende nuk është. Dhe mu më ka befasuar pse nuk ishte aty zëvendës kryeministri i parë, Nikolovski, i cili dëshë hëngër mikrofonin para një javë kur tha se 250 milionerë në kanë dhënë Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim për trasen Bllac Shkup. Vazhdimi, pastaj përmendi 5 ura, disa tunele kështu me radhë. Dhe të jeni të sigurt, atë para do shkojnë kredi diku tjetër, për atë dhe premtojnë 3 vite. Atë do e fillojnë punën. Mirë, po jo ashtu siç duhet. Pra do ketë ngjecje, do ketë mospagesa kështu me radhë. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë të pra. E njëjta prallë nga VMRO dhe edhe nga ata që po heshtin listën. Unë kam një shkrimin tim sot dhe kam pasur shumë lavdërata, pra, ose ajo që dai regjica, lavdëroj dairën time, po patjetër ta lavdëroj, sepse askush nuk i bie dairës më në Maqedoni. Kret janë të blerë apo i kanë blerë ta sheshtër. Pra, ta dëgjojmë Mickovskën se çfarë thot për këtë investim. Почитувани представници на медиумите, почитувани представници на компанијата Javo Automotive, денес имаме уште една значајна вест за македонската економија, за индустријскиот развој и за отварањето нови работни места. Станува збор за инвестиција на компанијата Javo Automotive, мултинационална компанија со повеќе од 4 децении искуство во автомобилската индустрија и присутна на меѓународните пазари како производител на безбедносни системи, контролни кабли и механизми за водечките светски производители во автомобилскиот сектор. Компанијата своето производство денеска го реализира, како што слушнавте, во Турција и Централна Европа, снабдувајќи бројни реномирани партнери од автомобилската индустрија. Новата инвестиција ќе биде реализирана во ТИРС Тетово и представува уште една потврда дека стануваме атрактивна дестинација за компании кои работат во индустрии со висока додадена вредност и современи производни технологии. Планирано е во Тетово да се пренесе целокупното производство од Турција и Словачка. Особено значајно е што целокупното производство на контролни кабли на компанијата во иднина ќе се реализира токму тука од Тетово, што представува дополнителна потврда за довербата што инвеститорот има во домашната македонска економија, работната сила и деловната клима. Po pra, kjo ishte një pjesë e deklaratës, dhe kthehemi prapë kryeministrit i cili sot ka dhënë një deklaratë mjaft interesante lidhur me atë sa do paraqitet në gjyq. Dhe unë do sjellë një krahasim mjaft interesant këtyre ditëve dhe para 3 viteve të Bilal Kasamit. Pra,
Turqie, ky investim do vi, nëse do realizohet, sepse ende nuk dihet se si do zhvillohen qarqet në Maqedoni politike. Por, unë do ju për këtë viteve 2002-2007, ndërmjet kësaj periudhe, erdhi një firmë mjaft e fortë e cila sot është në Shkup, turke, që të investojnë në Tetov. Dhe nuk kërkonte asgjë, kërkonte vetëm talent të lirë të investoj dhe sill për një kështu të themi mega qendër tregtare dhe ajo si shërbim do të jepte një ndërtesë të madhe, mos më kapni për fjalë, nuk e di sa banesa, dhe ato banesa pra mund t'i ndanin familjet e ish ushtarëve të UÇK-s. E përzun nga BDI-ja. Nga ajo që kam marrë vesh nga gazetarët turqe së kohët që vinin në shkonin këtu te ne, unë nuk di turqe, por disa prej tyre ishin me rënë nga Maqedonia, flisnin edhe maqedonisht, pra ishin të nacionalitetit. Dhe thoshin tërbeshë, okay, s'është me rëndësi. Dhe më thanë, u kanë kërkuar 2 milion e 3 milion pare kesh. Dhe i ku shkojnë në Shkup. Gjysmë në Shkupit është duke ndërtuar e firmë tash, nga Turqia. Pra, për zërje, për interesa personale në vend të atyre madhore. Dhe sa do kështë fituar BDI. Mirë po, unë dhe them edhe diçka tjetër. Në shumë përzërje ka edhe kjo. E dërgojnë, ka një muhabet e keni dëgjuar nga ato bombat ku Ali Ahmeti thot për një dyqan në Çerçanka, aty në qendrën tregtare ndër televizionin Alsat. Ti kërkoj 3.000, 10.000 që kurse pra ka kështu. Pra kryetari asnjë parti politik nuk paraqitet direkt, po paraqiten dore 2 e 3 apo e 4. Pra përzërje nga vetë. Ndërsa tash në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, përzërje po bën vetë qeveria që të mos investohet në Maqedoninë Perëndimore. Prap investimet të reja në Maqedoninë Jugore, pra në Pellagoni, dhe atje çfarë nuk është duke bërë me paratë e taksa paguesve. Pra, unë kam pasur sot një shkrim lidhur me këtë deklaratë, pra kam pasur një shkrim dhe ma merr mendja se është mjaft e mirë kjo, ta dëgjojmë pak, unë pjesën tjetër e keni te telegrami.mk. Pra, gjithandej veriu është i zhvilluar në botë. Jugu është i lënë pas dore. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut po ndodh e kundërta. Paradoksi i zhvillimit ranar në botë dhe në Ballkan, si dhe apartheidi ekonomik. Në shumë vende evropiane dhe amerikane veriore, rajonet veriore historikisht u industrializuan më herët dhe sot janë më të zhvilluara ekonomikisht. Në Itali, veriu Milano, Torino, Veneto është dukshëm më zhvilluar se Mezzogione në jug. Në Gjermani, jugu dhe perëndimi, Bavaria, Baden, Württemberg janë më të pasur se shumë zona lindore dhe pse dallimet janë zhvilluar. Në Kanada, korridori jugor përgjatë kufit me Shqipanë është më i zhvilluar ndërsa veriu është shumë më pak i populluar. Pra, nga pavarësia regionale drejt një forme të apartheidit ekonomik. Kur qytetarët paguajnë taksa të barabarta, por nuk gëzojnë mundësi të barabarta zhvillimi, lind perceptimi se shteti nuk po vepron si garant i barazisë, por si menaxher i privilegjeve ekonomike për rajonet e caktuara. Kjo është arsyeja pse gjithnjë më shpesh dëgjojnë akuza për një formë të apartheidit ekonomik. Ku ndarja nuk bëhet me ligj, por përmes shpërndarjes së pabarabartë të investimeve dhe mundësive. Termi apartheid ekonomik përdoret në diskursin politik, sociologjik dhe ekonomik, por zakonisht si metaforë, jo si term juridik, në kuptimin e ngushtë të fjalës apartheid. Okej, është pak material më i gjatë, nëse ju intereson hini lexoni te telegrami.mk. Gjithandej veriu i zhvilluar ju i lën pas dore nga Mesut Shabani, vetëm në Maqedoni po ndodhet e kundërta. Dhe kur je vetë ajo se pse në Maqedoni po ndodhet e kundërta, është edhe faji partive politike shqiptare, të cilët për të ruajtur kolltuçet e veta, për të bërë tenderimet e veta, për të bërë ndonjë punësim të vet apo të familjarët apo siç thoshin ende pa vërtetuar edhe punësime që kush e puth dorën, ai mund të hyjë në punë, dora thahet nuk puthet. Pra, çfarë nuk kemi parë gjatë këtyre 20 e sa viteve. Por shpresoj të ndryshojë, por nuk është duke ndryshuar asgjë. Asgjë nuk është duke ndryshuar. Pra, zhvillimi ekonomik vetëm në një pjesë të shtetit, jo në gjithë shtetin. Kjo investimi që po sjell Turqia, okej, në rregull, në letër. Shohim se si do të realizohet dhe për sa kohë do të realizohet. Okej, e shohim. Ne shohim dhe do bëjmë. Pra, gjithandej, unë tash do ndalem pak në atë që e paralajmërova, do ndalem edhe për Koventin Komunal të Tetov dhe do ndalem në atë që e paralajmërova se Mickovski sot e pyetën gazetarët e bllokut maqedonaz sepse ata janë të privilegjuar dhe kanë para. Ne të tjerë që rrim në provincë nuk mund të bërim gjitha këto argjime dhe e pyetën. A do shkosh në gjykatë për të bërë atë që quhet
paraqitje në gjyq. Budući da Republika u slučaju na Lenča Ristovska protiv Domorodova, neke se pojavite li na sud? Ако се разбира, доколку сум слободен во тете, зашто не? Нема место што се крие. Се слободен граѓанин. Po pra, ky tha po, unë do paraqitem në gjyq. Dhe tash do e bëjmë një krahasim. Ju që jeni të ri, nuk e di a ju kujtohet, mirë po Bilali ishte frer. Vallaj po frer, unë s'kam pa më frer se Bilal. Ka një ditë deklarata të cilat janë historike dhe nuk ka nevojë asgjë tjetër të merret. Asgjë tjetër të merret, pra. Bilali po në gjyq, nuk shkon, por e din ku është gjykata, e kam edhe me zë. E din ku është gjykata, mund të shkoj, Mickovski tha jo, do shkoj. Mickovski tha do shkoj. Okej, vetëm pak, një minutë, derisa të t'i vi rendi Bilalit. Hajde vi. Jo, s'kam kohë të paraqitem. Ato e din ku jam, mund të bëjnë çfarë të duan. Po pra, kjo ishte deklaratë në vitin 2023 dhe nga kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami lidhur me një ftesë të policisë për shkak të një organizimi të ardhur nga policia, që nuk ka respektuar disa rregulla gjatë prezantimit dhe ardhjes së kryetarit të qeverisë së Kosovës Albin Kurti këtu në Tetovë. Pa Bilal tha unë nuk shkoj. Ky është frer. Në shishatër, Bilal. Ende s'ka marrë urdhër kur do marrë urdhër këy edhe si ka thënë ai. Okej. Vazhdojnë pra përplasjet autostradë, Bilali për pak më doli meç. Bilali sot tha mund bëhet edhe qeveria, por vend për Fatmir Limanin nga Vleni nuk ka. Pra ajo veç për lërë se nga ajo nuk ka, pra. Nuk do ketë dhe nuk është më në pjesë në ato që quhet kombinime të asaj veç më e paralajmëruar nga Mickovski se pas datës 17 do ulim edhe do i thras edhe partnerët e koalicionit për ndryshime të resorëve dhe për ndryshime të njerëzve të cilët do udhëheqin. Pra, Bilal Kasami foli për rikonstruimin e qeverisë RMV-s dhe mos përfshirjen e Fatmir Limanit në qeveri. Okej, kush ka fajl për Fatmir Limanit? Ishte, po tash nuk është. E po, ashtu është jeta. Ashtu është jeta. Dhe, unë të ndalem pak edhe te komuna e Tetovës. Është për të çuditur. Në PK-shari, e cila merret me ujin dhe kanalizimin, u lavdrua se janë fitim prurëse. Atëherë të gjithë Tetova tha, çfarë gjet? Bilali nuk e kontrollon këtë? Drejtorin e kësaj ndërmarrje. Kur Bilali u ngrit në këmbë, krejt Tetovën ngritin këmbë. Unë do e shes, jo në vërtetë, unë do jap me koncesion, koncesioneri do më lidh paret sepse ka ra mbledhja e fakturave, ka ra ajo, ka ra kjo. Fundori se kishte mashtruar. Unë ja kam treguar se çfarë është mashtrimi, çfarë është rena, çfarë është gënjeshtra, por ta dëgjojmë se çfarë u tha sot në Këshillin Komunal. A shkruar për vendosi të lavdroj kryetari sa. Për herës është. Më mirë për Tetovën. E tash Agron Arifi. raportin do ta përgëzoj një herë PIF administratën e NPK-sharit, se ndoshta është një ndër raportet më të detajuara për dallim prej ndërmarrjeve tjera, edhe ka të dhëna shumë interesante. Pyetjet e mia fillimisht janë momentalisht sa punëtor ka me kontratë në vepër. Edhe mbas raportit që kemi marrë, të hyrat janë rritë për 14.72%, që është për të përgëzuar. Të hyrat nga uji janë 33% më të larta se vitin e kaluar, që përsëri është për të përshëndet. Dhe këtu kemi një detaj që jam habit kur e kam lexuar, 94% ka argëtim nga fakturimi, që është rekord. Nuk besoj se ka pas një ndërmarrje që ka mund të bëjë 94% të argëtimit. Tash për këtë pjesë jam habit si është e mundur. Agron, kjo i ngjan asaj se kohës së komunizmit vetëm në Shqipëri apo dhe në Maqedoninë socialiste, kur
të gjithë duhet a ditë kur votohej, askush nuk guxonte të mungonte, askush nuk guxonte të vdiste e kështu me radhë. 94 pikë sa është jo e fryrë, sipas mendimit tim, por është me qëllim me prapavi që tërheqja e para grosermë nuk deklarohet kryetari i komunës për dhënien me koncesion të ujit. Pra tash vetëm e shtoj se shumë javë që ka drejtori. Mirë, po ky detaj bie në kundërshtim me studimin e fizibilitetit. Në studimin e fizibilitetit paraqiten të dhëna tjera, të cilat nuk korrespondojnë me materialin që kemi pranuar ne, dhe aty thuhet se arkëtimi është diku 60%, nëse nuk gaboj, ose më kapni për fjalë. Te të dalurat ka rritje prej 73% në të lëndët e para dhe te disa pjesë tjera të interierit duke se ishte, përse gjithë kjo rritje prej 75% për dallim nga viti 2024. E tash, pas gjithë atyne fjalëve të mira, vim të një detalj që jom çudit edhe vetë, shpenzimet nga puna janë rrit 150%. Por në analizën e raportit thuhet se 44 milion denar, ose 720.000 euro, janë thënë për kontrata në vepër, që në total është 33% e totalit të të dalurave. Do të thonë 33% e të dalurave nga NPK-shari janë për kontrata në vepër. A është kjo rekordi i ri i kontratave në vepër? Pasi sipas numrave e keni kaluar edhe komunën e Tetovës. A lidhet kjo me kontratat fiktive gjatë kampanjës së vitit 2025? Faleminderit. Dua të përgjigjem Agronit te pjesa e asaj që pyeti në fillim, te kontratat në vepër janë përgjigjur edhe para 3 muajve. Njëjtën përgjigje të që ja jap tash, se NPK-shari gjithsej të punësuar me vendime pune me ka 78. 17 i ka me nëpërmjet punësimeve njëvjeçare dhe në kontratë vepër ka më shumë se 60 punësime, të cilat i keni të evidentuar çdo ditë në terren janë punëtor të set vit. Ne si ndërmarrje kemi drejt të punësojmë aq sa kemi nevojë. Ndërmarrja, ju thash edhe herën e kaluar, ka më shumë nevojë më shumë se 150 punësime të ketë. Vetëm t'i gjejmë ato punësime. Unë kisha thënë këtë djalë nëse është drejtori në NPK-sharit, ta vë ministër të ekonomisë në vend të Besar Durmishit. Është treguar shumë i suksesshëm. Pilat, çfarë pret? Çfarë pret? Nuk i shoh as mbas partijake, as mbas nacionale, thjesht që ofroj të gjithëve të cilët kanë nevojë që të punojnë, e të vinë të punojnë. Sa i përket pjesës tjetër, kur kam thënë që të vendohen ujmatësit, Tetova ka ujë plot ka, po në vend që ai ujë të fakturohet dhe t'i bi beneficione ndërmarrjes, ai ujë keq menaxhohet dhe keq përdoret fatkeqësisht nga të gjithë ne. Dhe prandaj kam kërkuar që ujmatësit të vendohen dhe ujin ta kemi pikë pari dhe pastaj mjetet financiare. Kjo ka qenë qëllimi që ndërmarrja t'i vendoj ujmatësit. Mirë, po kryetari i komunës thotë të kundërtën ti drejtor. Në fillim investimi, pra paraja, pastaj ujë. E keqja e NPK-sharit është se punimet e NPK-sharit me dron sinqizohen, instalimet në toksore, ja. E në atë pjesën e propagandës në fund për asfalti e hanë që kolegja pare se përmendi, se mësë përmend asfalti, tu së përmendet kërgjo. Po duhet përgëzohet puna që e ka bërë NPK-shari, mirë po në basë raportit financiar ne që e kemi, edhe që është dërguar atër të studimi fizibilitetit, bie që i NPK-shari nëse punon pak në aspekt ekonomik më mirë të financave, ndoshta vetë mund t'i sigurojë emocion. Nuk ka nevojë për partneritet publiko-privat. Ndoshta mund t'i shkojë më gjatë për instalimin e tyre, mirë po. Nëse kontratat në vepër që janë rekord në krahasim me krejt institucionet tjera, nuk do keq përdoreshin, unë besoj se do gjeheshin mjete edhe për emocion digital, të cilët nuk do kishte nevojë të na sigurojnë ndonjë kompani private, por do i siguronte vetë ndërmarrja e NPK-sharit nga buxheti i saj. Faleminderit. Po pra, kishte agronarifin emën të më mirë për Tetovën, një grupacion i rish, politik bërës që veç për ditë më tepër po marrin për krajin e popullatës. Pse jo, vetëm që po reagojnë. Askush tjetër nuk është duke reaguar në këtë shtet. Pra, çdo gjë ka fillimin, zhvillimin dhe përfundimin.
Banka Popullore e Maqedonisë ka vendosur rritjen e normës bazë të interesit për 0,25%. Guvernatori i Bankës Popullore Tareku Slavesku thotë se rreziqet e inflacionit janë kryesisht në rritje dhe për këtë qëllim Banka Popullore ka sjellë vendim që norma e bazë e interesit të rritet nga 4 në 4,25. Sipas tij, megjithëse inflacioni në muajin maj ka shënuar ngadalësim, ai ende mbetet në nivel të lartë dhe janë të pranishme edhe rreziqet që lidhen me zhvillimet ekonomike dhe gjeopolitike, përkatësisht me marrëveshjen përpas SBA-Iran. Dhe do të rriten kreditë dhe provizionet. Okej. Unë këtu nuk e kam të qartë. Nëse njerëzit veç kanë marrë parat, pra kreditet, provizioni, pse atër 4%, çfarë ka të bëj kur unë kam të caktuar kreditin të zonë 4%, dhe tash çfarë ka të bëj lufta SBA-Iran me mu? Nuk kam, ama çfarë ka të bëj? Kur unë kam të caktuar, vije paguaj dhe ai për të mirë. Banka çfarë ka? Mirë po, për të fituar bankat kapen dikun. Pra, qëndroni. Do qëndroni, pse jo? Maqedonia ka dhe hallet e tjera. Në Maqedoni s'ka gjykat, po sa është në Maqedoninë Perëndimore, ku nuk ka në për shumë sektor lëndë të rinë anësh, nuk ka gjykatës. Mungesë gjyqtarësh, probleme financiare dhe ka dhe padi nga punonjësit të kreditit. Gjykata funksionon me vetëm 14 gjyqtarë, nga 28 se janë të parashikuar. Nuk ka administrator që nga viti 2023 dhe financohet me 0,3% të bruto prodhimit të përbashkët, pothuajse gjysma e minimumit ligjor. Ndërkohë punonjësit e kanë çuar institucionin në gjykatë duke kërkuar rreth 70.000 euro. Raporti përfundimtar i revizionit për punën e Gjykatës Supreme gjatë vitit 2024 zbulon një sër sfidash me cilat përballet instanca më e lartë gjyqësore në vend, nga mungesa e gjyqtarëve dhe personelit administrativ deri te kufizimet financiare dhe kontestet aktive gjyqësore me të pësuar. Çfarë do të dëgjosh nga ky shtet? Pra, çfarë do të dëgjosh? Dhe mendoj se është lajm i mirë për i vonuar. Le të jetë i vonuar. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop edhe me Republikën e Shqipërisë. Zëdhënësja e qeverisë tha se me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me 3 shtete fqinjë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe Kosovën. Për finalizimin e plotë të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshje ndërmjet dy ministrave të punëve të brendshme. Okej, mbetet që nënshkruhet. Shohim se si do të nënshkruhet dhe kur do të nënshkruhet. Dhe për fund të lash me qëllim, për fund. Ju që jeni në Maqedoninë e Veriut, do të vërshë këtu akademikë, politikanë bërëse, drejtore, analista. Dhe çfarë bë? Irani po nënshkruan, po nënshkruan. A ve çfarë bë? Çfarë nënshkruan? Marrëveshje me SBA. Si? Fituesi nuk nënshkruan asnjëherë. Plus në vendin tim, edhe fituesi nënshkruaj 14 pika. Për atë, mos u ngutni kur flit. Kjo mund të jetë edhe një luftë marrëveshje ndërmjet ish strukturave të Iranit, të cilët vërtet e kishin rënë të dalin nga një strukturë e Ayatollahëve, të cilët e kishin kapur pushtetin, e kishin bërë trashëgimi djali. Pra, Al Arabia, një gazetë, njoftoi se ka siguruar një kopje të marrëveshjeve për 14 pikë, të cilat pritet të anëshkruhen në Washington dhe Tiranë të premte, dhe atë në Zvicër. Okej, pra. Humbët ju të Iranit, do humni, tash do ju, edhe si sta Fadil Hoxha vitin 1971 për ne demonstruesit, edhe në birën e miut nuk kanë ku të shefin. Po, ku të më shefin, ja? Do i gjej. Por do vënohet pak, po do i gjej. Për fund pra dhe njerë, ju përshëndes, ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëma.